Shqiptarët vazhdojnë të vetë mjekohen, ndonjëherë edhe me antibiotik. Mjekët e familjes thonë se mungesa e informacionit bën që shpesh pacientët të mos zbatojnë as skemën e mjekimit, duke krijuar më shumë probleme. Dhe nuk ndodh pak, po ndodh, mos të them shpesh, po ndodh. Ose janë pacientë të cilët punojnë shumë dhe e mendojnë që t'i bien shkurt me atë, ose nuk kanë informacionin e duhur. Për shembull, duan të udhëtojnë. Edhe thotë të pikë këtë që të shërojmë shpejt. Përdorimi i antibiotikut në çdo rast nuk është një mjekim parandalues. Antibiotiku merret vetëm kur konstatohet që është një problematik. Por përdorimi pa kriteri antibiotikëve sipas mjekës po bën që disa sëmundje të trajtohen me vështirësi, pasi fuqia e medikamenteve ka rënë, ndërsa bakteret janë fuqizuar duke krijuar antibiotikorezistencë. Ka pasur epoka të përdorimit të një pjese të madhe të antibiotikëve, shumë vite përpara, të cilët pothuajse kanë dalë nga qarkullimi si rezultati i rezistencës, por edhe si rezultati i efekteve anësore që ata bënin. Me rritjen e rezistencës së tyre, me zhvillimin e shkencës, sigurisht për të prodhuar antibiotikë të cilët kanë ne i themi gjuhën mjekësore për të përmbushur një spektër më të gjerë lufte ndaj disa mikrobeve, janë prodhuar antibiotik në vitet që ka filluar, siç kanë qenë ata për shembull gjenerate parë, gjenerate 2, 3, 4 me radhë. Ndonjëherë janë edhe vetë mjekët ata që japin antibiotik në rastet kur nuk është e nevojshme. Organizata Botërore e Shëndetësisë prej vitesh e ka konsideruar antibiotikorezistencën një problem madhor të shëndetit publik, pasi disa antibiotik e kanë humbur tërësisht fuqinë e tyre.